Çdo vit më tepër, Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër po tërheq vëmendjen e vizitorëve nga e gjithë bota si një nga vendet identitare të historisë së Shkodrës antikomuniste. Gjatë vizitës në këtë muze, përshtypjet e para të turistëve janë impresionuese. Ata shprehen se vinë për herë të parë në Shqipëri dhe se në këtë vizitë mësuan një pjesë të identitetit të Shkodrës. Yes, we're from Germany. Po, ne jemi nga Gjermania, Mynihu, dhe është hera e parë që vim në Shqipëri. Bëritëm dje dhe është hera e parë edhe në Shkodër. Kemi ardhur me makinën tonë përmes Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës, Malit të Zi dhe tani jemi në Shqipëri. Duam të qëndrojmë rreth 2 javë. Sapo hym dhe lexuam shumë të dhëna në këtë muze dhe mu duk se ishte bërë shumë mirë dhe shumë mirë i shpjeguar sipas mendimit tim për historinë e regjimit komunist. Deri tani ende nuk kemi parë qelit, por është realizuar mirë. Qyteti është shumë modern, shumë i pazakont mu duk për sa i përket arkitekturës, është shumë i bukur. Muzeu, siç tha dhe burri im, po, është mbreslënës, hyrja është bërë shumë mirë, ne ecëm përmes këtij kati, lexuam për të gjitha fejtë të ndryshme, çfarë u ndodhi atyre dhe njerëzit që u arrestuan këtu. Është shumë mirë që keni një muze të tillë këtu. Në Muzeun e Dëshmisë dhe Kujtesës janë ruajtur qelitë e ishte burgosurve, vendet e torturave dhe marrjes në hetuesi, por edhe vuajtjeve dhe qëndresës së elementeve antikomunist të qytetit të Shkodrës.